Mirë se erdhët edhe në një epizod të Kosova Job Podcast. Ju siç e dini, ne promovojmë edhe shqiptarët shumë të suksesshëm në botë. E sot kam një vajzë shumë të suksesshme e cila e ka krijuar një platformë e cila po e ndryshon mënyrën se si njerëzit punojnë, e mënyrën si ata paguhen dhe mënyrën se si ata e përcaktojnë orarin e tyre rreth punës. Me platformën e saj e ka marrë edhe vëmendjen e shumë mediave ndërkombëtare si The Sun, Forbes dhe në radio BBC. Ajo sot kam na tregu se qysh në moshë shumë të re ka zgjedh jo më po shtat me rrethonat, po me kriju vetë një rrugë të re. Rita Kastrati, faleminderit që këtë ditë shkurtra në Kosovë erdhe në podcastin tonë më na tregu më shumë për platformën. Faleminderit shumë për juve edhe I'm excited to be here. Rita, ju keni kriju keni shku, në fakt nuk keni shku si fëmijë, po familja juaj ka ndërtu jetën atje dhe ju keni lind atje. Qysh kanë qenë ato fillimet e pas luftës apo ajo fëminia jote në Londër e familjes? Po prindërit e mi si plot familja shqiptare kanë shku në Angli vetëm për studime, po gjendja që po pak më e keq që këtu kanë ardhur atje, janë takuar njëri me tjetrin dhe ja kanë nisur me fillu edhe me ndërtu një jetë prej zeros. Unë jam lind me një familje që gjithë kanë punuar shumë dhe janë shumë inspirimi jam, sepse kanë shku atje me asgjë dhe jo veç kanë punu për njerëz tjerë, po kanë bizneset tëne, kanë motorët tëne edhe menoj që e kanë bo ata pse jo edhe unë. E çfarë biznesi kanë familja juaj atje, çka kanë rri me kriju në Londër? Mirën me hospitality, me restorane, si plot shqiptarë që më duket, po o shumë një biznes i mirë, sepse çdo ditë mund të taku me shumë njerëz tjerë, më mëson shumë sene tjera edhe o shumë dinamike. A ka qenë e vështirë për ta me kriju prej zeros gjithçka, me qenë si për Mars? Më duket që po si plot shqiptarët nuk folin qatë shumë për sfida, por e kanë një mindset just get on with it, që shtojnë anglez. Rita, kur rritesh në një familje ku prindrit janë shumë punëtorë dhe ndërtojnë diçka pa asnjë bazë, si ka qenë prania e prindërve në familje? A ka qenë sfiduese për juve ndoshta ku ju ka ra edhe me qëndru me orë gjata vetë? Po edhe unë mendoj sepse unë ja kam fillu Pioneering People, prej që e kam pa sa shumë kam punu ata, sa shumë edhe na si fëmijët e tëne kemi punu, kur s'kemi pas staff ose punëtor, vetë kemi punu, edhe gjithë kam mendu pse unë muna me marrë një taksi këtu në 5 minuta, po prindërit e mi nuk munën me thirrë dikon për 5 minuta mu kon aty, vetëm të familjes. Dhe menojsha jena me një botë që kena instant everything, pse mos me bo një platform ose aplikacion që munësh me lidh punëtorët me punëdhënës edhe me bo qatë end-to-end solution. Sa vjet i ke pas kur e ke nis idenë e platformës tonë dhe aplikacionit tonë? Qysh ka ardhur ideja kur e ke pa jo si sfidë, po si një zgjidhje të problemit? Unë prej 16 vjet kur ja kom nis me fillu edhe me hi në përpuna, e kom pas se o shumë një sfidë kjo e punëtorve, po kom dash me provu disa punë dhe industri tjera. Me 19 vjet ja kom fillu me punu në investment banking, mas ne kom punu me një tech startup dhe pash edhe mësova qysh dikush për një ide mundet me bo një solution dhe një kompani to solve that solution edhe me ndërtu diçka që bon impact në botë edhe jo veç vetëm tonë. Pra Rita, si dihet në botën e marketingut njerëzit nuk blejnë produkte, por blejnë zgjidhjen për produktet e tyre. Ti me platformën tënde ke kriju një zgjidhje. Cila ka qenë ajo dita kur ti vendose që duhet me kthy këta në një mundësi? Pioneering People nuk ka qenë një light bulb moment, por një zgjidhje që jam të menu që disa vjetë për ta. Çdo ditë kur shkojsha në punë o në restoran edhe shisha që na ka vyt edhe një punëtor, e s'mujshim me gjetë, mendojsha qysh mune me bo këtë mënyrë që të solution, ku me gjetë. Si Uber qysh mune marrë një taksi në 2 minuta, kur je në botë, unë e desha me bo qëta për njerëz, për punëtor, për çdo industri. Unë e kom punu edhe kom pas shumë fat që kom punu me një kompani që u kon një tech startup vetë, edhe jom kon nërmes punëtore më e para aty, dhe kom pa që ka mush me bo për një ide, qysh me kreju, qysh me formu atë kompani, dhe qysh me pas impact në jetë plot njerëz të tjerë. Mu mas plot vite, plot muja, plot intervista me njerëz tjerë, kom pa që është diçka që jo veç
punëtorët për dojnë, po edhe ata business owners që po kanë nevojë për punëtorë shumë shpejt që nuk janë të mujtë me gjetë një solution edhe Pioneering People ka lindë. A na tregon për ata që nuk e din çka është kjo? Edhe ç'është funksionon, çfarë shërbime ofron? Po, Pioneering People është një matchmaking platform që i lidh business owners, punëdhënës me punëtorë. Ja kemi fillu më konë vish në industrinë dhe tregun në hospitality, restorane, po prej që jemi hapur para 2 vjetëve, tash kemi 120 biznise në platform, që janë restoranat vogla, kafeet vogla, deri te Ducati, që janë motorbikes që është për British Grand Prix, punojmë edhe me London Marathon Events, që është maratoni më i madh në botë, edhe i lidhem me punëtorë që mundën punu qatë ditë, mundën punu qatë javë, edhe platformi jonë bën gjithçka, prej me gjetë punëtorët, po edhe me bo verification, për me gjetë a e kanë ato letrat për me punu, me bo bank account verification dhe për punëtorët, që punon t'i sonte me një bar diskotek që shja bjen, ti paguhesh në account mas 24 orëve. Jo ma gjatë, ha? Jo ma gjatë kur. Ka një herë është mas 2 orëve, po qysh t'i bjen. Ti që krym punë në një mëngjezit t'i bjen, 1 AM Friday night, qëtunën kur shosh me pi kafe e kish ato partë në account. Pra është një mundësi shumë e mirë edhe me fitu pare shpejt. Po. Me mos me prit një muj edhe sa del rruga se ka njerë nuk mrin mi kry dosane. Pra është një mundësi vendos weekend e ki t'lirë, gjena aty çka ka që ti mundesh me punu edhe të hanë një me atë pare. Ta është ashtë? Ashtot. Tash që i kemi 10.000 punëtorë në platform, e kemi pas, e kemi bo një survey. Kush janë këta njerëz që kanë hinë në platform, pse pëdojnë me punu qështot. Dhe i kena pa që the majority chunk, the biggest chunk që thojnë, e punëtorëve janë njerëz që kanë puna full time, që janë në zyre 9 to 5, si krejt, po o bo jeta ma e vështirë, o bo jeta ma expensive, edhe po dojnë me experience një punë tjetër. So ata vinë edhe punojnë në mramja me neve, ose si qëtati në vikende, janë me një ambient komplet të ndryshëm, mësojnë diçka, edhe më 24 orë i kanë bo 60, 70, 80 funta për me punu disa orë. Për mu, që ajo konë sa një maj më rëndësishëm, se krejt puna si që shtati du të me prit një muj, po ka njëherë nuk del që ajo roga, ose ki naj familjar që është smut, ose vish për veti, po do me mbledh disa pare, ku me ditë që ka me bojnë disa vjetë. So, për mu, me pagu njës shumë shpejt, u konë sa një maj rëndësishëm, edhe krejt tjerat kanë ardhë mas ne. Cilat janë që ata profesionistë nështë që të kanë rënë sy që mas shumë ti kanë qef edhe për naj punë dytë kështë të shpejt? Konë shumë interesant, janë konë 2. Njona për ty në u konë nurses, motra medicinale. Në Angli edhe më do këtë në plot vene, unfortunately nuk pagun shumë, po janë shumë të më rëndësishme në jetë dhe në ekonomi. Edhe bojnë shpunë shumë madhe. Po. është njona që edhe BBC-a ka marrë në intervistë, është qysh po mundesh me punu edhe në spital, edhe najherë në për restorane, në për evente, ajo tha, unë në spital foli me shumë njerëz çdo ditë, po në fundit jom të e bo senën e 1 që 10 vjetë. Unë e du shumë me shpirt punën teme, po jemi të jetu me një gjenerat që mune me experience lots of different things. Pse unë me bo senën e 1 çdo ditë, kur muna mramje me punu, mi marrë 70 funta, me taku njerëz tjerë edhe me mësu diçka tjetër. So kemi shumë nurses, që është shumë çudi, edhe i kemi disa training lawyers. Në Angli dhe në plot vene në botë, për më bo lawyer, të vinë shumë vjetë, edhe të vinë shumë investim në shkolla. Ata po mësojnë ditën edhe po vinë po punojnë natën. Shumë mirë. Pra me një farë forme edhe me subvencionu studimet e tua. Po. Cilat mosha i keni ma shumë aktive në platformë? 18-24 vjeçar kemi shumë. Dhe janë disa njerëz që më duket shumë interesant, bi moshës 50 vjeçare, kur përshojnë që kanë mësu shumë, janë bo eksperta in their field, po dojnë me provu diçka që s'po din kurrë hiç për ta. Pasion. Po, bash pasion edhe që mushë për pare. Qështu dy lloj mosha i kena në platformë që janë të e përdor mas shumë ti. Unë po më duket që janë kjo pjesa para se më kriju familje dhe ata që veç e kanë kriju familjen dhe kanë rritë fëmija, edhe tash këqyrin me gjetë një formë. Nga njerëzit nuk e këqyrin një punë dytë edhe veç për shkak benefiteve shumës monetare, po dhe me ndru energjin, me taku njerëz tri, me bo një rjetë tri të njerëzve.
bashkë edhe na kena bërë një slogan Learn and Earn, sepse kemi shumë networking events që ndodhen në Londër, po edhe në krejt botën, që të vynë dikush me konte dera, me këshy listën, me pregatit pijet, edhe shumë që ata njerëz që bojnë networking events vinë të Pioneering People thonë neve na vynë disa punëtorë. Që ata që përpunojnë, po mësojnë se janë të ndëgju shka po bëhet në panel, edhe janë të mësu qysh më konë hospitality, kamariera, etc. Që po do shumë interesant se bashkë qysh ti, është për me ndru energjia ambient, edhe me mësu diçka që nuk kanë mësu as në shkollë, as në punë, po është diçka komplet ndryshe. Diçka tamam për jetës, by doing. Exactly. Sa ka qenë e vështirë me i bind bizneset, me të besu. Një 23 vjeqare me një platformë, një shqiptare e lindun edhe rritun Londër. Që kjo është shumë pyetja e mirë, sepse unë besoj që për çdo B2B sales nuk ka qaqelin. Edhe njerëz që nashta që janë të këqyrta ose kanë punu vetë, më kon salesperson edhe për një kompani shumë e madhe nuk ka qaqelin. Po më kon sales edhe the face of, I guess, biznesit tënë që kur kush as ka një për të as ka pa, o kon edhe ma e vështirë, po edhe një experience që më ka pëlqyer shumë, se kom pa ma shumë që o bësha authentic, edhe e vetja, edhe nuk e bësha kishe kjo është shumë biznes i madh. Kur thojsha, po jam vetëm une, po i kemi 100 punëtorë dhe kemi mundësi me bëj çto, i kam pëlqyer njerëzit më shumë dhe kanë thonë, you know what, let's give it a try. Në fillim o kon pak më vështirë dhe çdo ditë nuk po muna me thonë që çdo ditë kemi shumë të lehtë, po çtash që kemi experiencë, kom fitu edhe unë pak vetë besim, e që kjo është shumë e rëndësishëm, dhe i kemi case studies, muna me thonë, na jemi tu i bo disa eventa shumë të mlaja, British Grand Prix është të una përdor, edhe ata muna me pa the value and the result in our works, që shme thonë, and to say, let's give it a go. Atë kujtohen punëtorë të parë që i kanë besu platformës, a i marrë mend, që kanë kërku me punu? I maj mend edhe emrat edhe sot në mëngjes, të premteve në mëngjes kemi shumë punëtorë mi pagu, sepse e ajtja në Angli është një ditë për shumë evente, edhe gjithë premte është një ditë shumë busy për neve për mi pagu edhe me pyet për feedback, qysh ki kene kalu, a i në konë mirë, edhe i parë sot 2 emrat që për ditës parë, për janar 2024, janë të e përdorë Pioneering People. Ata kanë qenë studenta në vitin e parë, të fakultetit, tash janë vitin e fundit, dhe ende janë të e përdorë platformin si një vend me gjithë punë për të ardhshmen. Me gjithë me kriju që ato relationships, edhe me folë me njerëz tjerë, edhe si që është ti, me mujtë me punësu vetën. Rita për 2 vjetë, mi mbledh 10.000 punëtorë, edhe sa biznise ju besojnë, qëshja ke dalë? Besoj si që thash për para, to be authentic, to be yourself, kom provu në fillim që thash mu dok si jemi një biznes ma i madh se sa jena konë, po që ajo nuk u konë very me, edhe kur e kallëzojsha historinë teme, që unë e kom punu në restorane, kemi pas restorane, kemi pas kafiqa, edhe unë e kuptoj çka po doni jo me marrë për qëti platformit, mendoj që ajo u konë mënyra ma e mira. Më konë shumë honest, më konë e vetja edhe me thonë në funditës na e kemi kriju qëta për njës tjerë, nuk e kemi kriju për veti. Edhe njës kër e kanë kuptu që atë sen, janë konë ma open me bo një account ose me bashkëpunu me neve. Rita, tregove që me vite ke fitua dhe vetëbesim, për shumë njerës që përballen me mungesën e vetëbesimit, çka të kanë ndihmu me kriju vetëbesim? Plot sene, unë e kisha thonë, sene nëmër 1 është me gjithë networking edhe rrethin tonë që të përshtatët edhe që të kupton. Unë që 4 vite jom të punu me UN Women UK dhe jom delegate në Angli, po bëj edhe shumë charity work në për Kosovë dhe vene tjera. Që më ka ndimu shumë me vetëbësim, sepse mi kanë mësu disa qëra tjera që unë nuk i kom ditë qysh mi përbalu që ato sene, ose qysh me folë, ose the tools at the end of the day to be able to go through those things. So që ajo sene jo ku numër 1 për mu dhe eksperienca në funditës. Nuk është një ditë vëshqosh dhe ki vetë besim, po çdo ditë kur i kalon disa sfida, thu sot e bona, nesër e boj edhe një, të mbledhen. Po networking jo ku numër 1. Në një industri dominuar nga burrat, edhe kur je një shqiptar atje, ai ka pas kjo sfidat e veta në ndërmarrësi? 100%.
nuk ka qenë hiq e lehtë në fillim, edhe sot më konë sinqerisht ende nuk është e lehtë hiq, po unë gjithë jam kone interesuna në industri që janë dominume nga burave. Unë me 19 vjetë kom punu në investment banking, me 21 vjetë kom hi me një startup teknologjisë. Dhe në investment banking jam konë vetëm me femna dytë në trading floor, dhe në startup jemi konë shumë pak femna. Kur ja fillova biznisit tem, edhe që është me një industrin që është shumë e dominua nga burat, jo që janë më të mirë se femnat, po që është historically, burat dhe teknologjia janë konë kind of një. Unë which I kind of lent on, që thojnë, my support system, UN Women, njës që kom pas për rreth, po edhe me provu mi thonë vetës paka shumë, mos mendo shumë që je vetë me femna në dhomë, you deserved your place, me harru për qatë imposter syndrome, që thojmë në angli, edhe me thonë, unë e për jom të provu to make a difference, me bo impact, edhe e këshyrim. Po nuk është si që lent, po vetë besimi është sani shumë më rëndësishëm. A ka ndiku familja me që vinë edhe ata për fushës ndërmasis, me të përkra dhe me të besu gjithmonë që ti mundesh me udhëheq? Po, ata vetë mi kam po kind of leadership skills prej kur jam konë shumë e re, kur e kom pas 16 vjetë që bëjsha events ose party në për restorant tonë, po ata si plot familja shqiptare nuk kanë dashur më po të jap ose shumë zorë të ose lodhë shumë, edhe më thëshin pse po do më janis biznesit tonë, na i kina përballu shumë sfida, ti vetë mos të përballon. Po, unë gjithë menojsha edhe si që shtash, ata kanë ardhur në Angli dhe kanë ndërtu jetën e vetë prej zeros. Unë jam lind, jam rrit atje, kun shku në shkollë atje, pse mos me provu. Edhe mas disa muajve kur e shishin që e du këtë biznes me shpirtë dhe me zemër, unë nuk jam të e bu për pare ose për diçka tjetër, po jam të e bu sepse po du me pas impact në jetën e njerëzve. Ata shumë më kanë përkra, edhe më kanë ndihmu, edhe si çdo familje më kanë jap feedback që u kun shumë e sinqerisht më thonë çka po punon, çka s'po punon, edhe çfarë mund të bëj më mirë. A ki staff që ndihmon sot? Po, kom staff. Qysh i menaxhon? E kom një vajzë që dua shumë, edhe ajo është shqiptare. Ka ardhur për Tiranës me studiu në Angli, mas 3 viteve, ja ka nisë me fillu në Pioneering People dhe me punu full time. I kam disa njerëz tjerë që janë në Angli po jo në Londër, dhe unë i menaxhoj in a way që unë kom shumë besim në stafin tem, mos me pas besim si kisha marrë hiç, dhe mendoj që a real founder, na i leader tjerë e kupton që unë nuk jam e më e mira në çdo sen në biznes. Unë më pëlqen ose jam e mirë me fund me investitor edhe për marketing. E sen e tjera duhet mi besu njerëzve që mundën me këshyrë. Për teknologji e kom marrë një CTO, tash i menaxhon krejt kushor për teknologji dhe 2 herë njëve më ka thonë i kam bushtu gjëra. Për sen e tjera i kam njerëz që janë caktun në cilit fushat me këshyrë edhe në fundit si bojmë krejt decisions bashk. Nuk besoj në hierarchy system që shtojmë, unë e kom pas idejen, unë e kom pas vizionin, tash njerëz tjerë vishëm e ndihmojnë to get to that end goal. Cila është aftësia kryesore e leadershipit që ja u kishe propozu njerëzve? Që në tonë shqip, po anglisht kisha thonë to accept that you're not good at everything and know your weaknesses. Unë me njerëz që punoj mas mirë me ta, janë njerëz që kanë çato strengths in çato sen që unë kam weaknesses, edhe punojmë si yin and yang, siç thojnë. Po me plotsu njëri tjetrin. Po. Edhe ti kur je leader duhesh me kuptu edhe duhesh me leju njerëz tjerë me t'i bosh ato tasks, atë janë ato që ti nuk din me bëu shumë të mirë, edhe ti më di që shmi udhëzu me bëu ato, ose ti që e shen një punëtor që është shumë i mirë në marketing, por nuk është në fushën e marketingut, pse jo më thon, apo do më provu një muaj me punu aty. Mas një muajve që janë ata shumë të kënaqur dhe ti pse jo me lo me livrit në për kompani. Mendoj që roles në përgjithësi në punë nuk janë cutthroat set in stone, edhe një leader i mirë i lën njerëz tjerë mi provu plot fusha tjera. Rita, tregon pak edhe për këtë, me që atë kemi të bëjmë prej profesione ndryshme, ditën e ushtran një profesion tjetër, nuk ka pra profesione fikse në platformën tënde. Kjo është pikrisht ajo mundësia e eksplorimit të pasion. A ka dikush që për kësaj punës dytë ka vendosur me lënë punën e parë dhe më përcaktuar në punën e dytë, apo që mundemi me kriju në profile më multidimensionale, profesionale? Po, e kemi disa persona, Ducati o konë kompania e parë që kanë marrë dikon full time prej neve.
edhe u konë shumë një surprizë, se në fund ditës kom thonë ata janë kompania më e madhe që përdor Pioneering People, kanë më na pas si një side thing, më na përdor pak edhe u kry, po ata shumë e kanë vlerësu personin që ka shku me punu për ta, që kanë pas shumë experience, që kanë punu me shumë njerëz të ndryshëm edhe kanë marrë full time. E kemi edhe një vajzë tjetër, ajo 2 vjet ka punu me neve në plot eventet ndryshme, kur më tha një klient, e kemi një punë që është full time sales, kjo në çdo event është të na shit biznesin, edhe që nuk e ka rol, a mundet me ardhë, thash, qysh jo. So, ka plot njerëz që kanë shkuar në full time roles dhe për neve jemi shumë krenar që kena mujt me bo atë mundësi për njerëz që perhaps s'kan mujt me arrit ato vetë. Keni marrë vëmendje edhe të mediave më të mëdha atje. Çka kanë shkruar mediat për juve? Media për neve edhe jemi çudit, sa herë na kanë shkruar për neve se na në krejt shtu users dhe biznise dhe PR nuk kemi shpenzu asnjë cent on paid marketing. Na krejt i kemi organic, që është diçka që jemi proud of, se në fund ditës plot kompania përdorin Meta Ads, Google Ads, etc. Na kemi dash me pa kush organically na gjen, na përdor edhe fol për neve. So, media të mëdha në Angli, për neve kanë thonë jemi game changers, edhe mas shumë të shka kanë shku për neve, është kjo e shpejtësisë. Sa shpejt mush me gjetë punëtor, po edhe sa shpejt mush me pagu. Se që kjo mundësi alo nuk është një san që foli shumë. Rita, pashtu keni fitu çmime edhe në evente për ngjarjeve ndryshme, edhe në Web Summit, një ngjarje globale shumë e njoftun. Çfarë çmime keni fitu dhe çfarë peshe kanë ato për juve? Çmimet janë diçka që kur e kemi fitu, jo që jemi gëzu shumë, po na kanë edhe motivu. Sepse ti kur e ki një startup edhe vitin e parë, je me një dhomë, je komplet vetë dhe veç që të punu çdo ditë dhe menon a din naj kush jashtë saj dhome që ka jom të bo. Kur i mersh ato çmimet janë motivuse edhe të kallzojnë që njerëz tjerë janë të e kuptu edhe janë të e vlerësu punën tonë. Na kemi shku në Web Summit në Lisbon, kemi bo një demo, e kemi marrë People's Best Choice Award dhe në Londër London Tech Week, po qëtash mas ristash e kena marrë edhe jena përshijur me një Startups 100 list. E që ajo për neve u kon game changer, sepse janë startups që janë 100 më të mira në Angli, edhe pitch atyne kemi marrë shumë investitor, journalist, tjerë. Cila është këshilla që jap dikujt që do me nis një startup, po nuk ka guximin e mjaftueshëm? Unë e kisha thonë, mos prit deri sa i ki kejsenet në vi ose kejsenet perfekt. Bizniset më të mira, unë menoj që janë në botë, janë ato që they build to indëgju feedback e personave, e userave. Kur jena në një botë që mune e marrë qatë shumë feedback, qatë shumë answers, qatë shumë usera për një kohë shumë të shkurt, just get out there, provoje, këqyrë shapthoj njerëz tjerë edhe go from there. A është vështirë me gjetë profesionin që të përshtatet mas shumë ti? In this day and age, tash kisha thonë, është ma lehtë se përpara, sepse janë platforma jo veç Pioneering People, për plot tjerë, që mundesh me bo plot punë për një kohë të shkurt edhe me provu edhe me hi në vende tjera. Mendoj që seni numër 1 është me pas një open mind, edhe me mujt me pa edhe me hien që ato industri të ndryshme dhe me pa që një skill dika mush e marrë dika tjetër edhe me përbalu ose me rrit një karierë tone, që është kompletely ndryshe prej çka e kenis. A ki shumë shqiptar në platformë që ka zgjidhin me punu? Kemi shqiptar, jo që kemi ekstrem shumë, po për shkak që unë bëj shumë charity work me shqiptar edhe me grupe shqiptare në Angli, dhe speeches i kemi aktakru për shqiptar, jo veç usera, po edhe business owners dhe njerëz që kanë restorane, hotele, kafe atyne. Çfarë punet bamirësisë bëni me shqiptarët atje? Çfarë punën? Charity. Charity. Është një charity që quhet ALSA, Albanian Student Association, dhe ata i ndihmojnë shumë studentëve që janë shqiptar ose i kanë prind shqiptar në Angli, edhe qysh me bo networking me njëri tjetër, qysh me gjetë puna, qysh me zhvillu edhe ma shumë academics, me ata mas shumëti. Është edhe British Kosovar Chamber of Commerce, ka
tjerë. Në anglisht shumë për një krenare dhe jam shumë excited që gati çdo ditë jam të e pa një grup ose një event të ndryshëm për mi bo shqiptarët bashk edhe për mi jap kohën tëne për mi ndihmu njëri tjetrit. A përkrajnë shqiptarët atje njëri tjetrin ose a krenohen kur e kuptojnë që prapa kësaj kompanie është një shqiptare? Po, definitivisht, edhe unë e mendoj edhe gjithë të thomë, është edhe hajgare, po edhe për një me, që nuk e di pse në fillim nuk kom shku edhe nuk kom provu me punu me shqiptarët. Në fillim vish kom thonë, pja filloj një biznisit për këqyrim shka bohet, po prej që një vjet të gjysë jam të punu me shumë Albanian groups, Albanian charities, na kanë përkra ekstrem shumë edhe ndina shumë happy që janë kënë atë. Cilat janë planet tuat më të tjeshme me platformën? Çka kam plan Rita? Plan Rita gjithë ka pas me ndihmu ose të give back me bo diçka për Kosovën. Ja kena fillu një mini waitlist me paso njerëz në Prishtinë, janë interesuar për që si lloj pune. And then e këshyre. Rita, faleminderit shumë që erdhe sot në podcast edhe po shpresoj që kemi më taku prapë edhe po shpresoj që gjithçka kombëtesa ashtu që ti don. Faleminderit shumë edhe prej juve.